Atëherë miq të TV jemi këtu me Gentian Zenelen tek Bisi. Gent, ne kemi disa pyetje sepse jemi kurreshtar për ditur se çfarë bën ti. Faleminderit që më thirrë Gent. Gent Topio. Po. Gent, ti bën një punë, po themi investigative, bën atë punën e heroit, i cili ngre zërin për njerëzit e heshtur, një gjë shumë e bukur. Sa të ka ndikuar, po themi, pozitivisht në unin tënd, në ty për të bërë njëri më i mirë, po themi kjo gjë. Ne jemi një artopalant i madh. Po. Pra ne bëjmë të dëgjuar zërin e të padëgjuarve. Më kupton? Dhe të bësh këtë gjë është një detyrë shumë fisnike. Mendosh njerëz që kanë vite të tëra që sorollaten nëpër administratë nuk gjejnë zgjidhje dhe për fat mirë emisioni jonë i gjen zgjidhje. Është detyrë shumë fisnike, e kupton, edhe e shoh në reagimet e njerëzve, e shoh që njerëzit janë shumë mirënjohës, e kupton? Për shembull, kohët e fundit ne shtruam rrugën e kosovarëve, që quhet, e cila kishte 10 vjet që vazhdonte një kalvar, njerëzit që hanin plurin asaj rruge, dhe e shoh ke falënderimet e njerëzve, është gjë shumë e mirë kjo. Po sikur të ishin në Shqipëri 20, 30, 50, 100 sipërmarrje të tilla. E kuptoni sa gjë e mirë do ishte? Pra që sepse kjo ç'a ndodh, vërtet ne reagojmë, po dhe njerëzit duke reaguar, duke sjellë denoncime nga një, fillojnë tregojnë që kanë puls. Dhe sa më shumë shtohen njerëzit që kanë puls, aq më mirë është për këtë vend. Që gjërat lëvizin pak më shpejt. Gent, cila mendon që është pika jote e dobët dhe pika jote e fortë në të dy profesionet që bën? 3, 4, nuk e di. Unë mendoj, nuk e di, ndoshta i takon tjerëve ta thonë, unë mendoj që është sinqeriteti. Pra nuk e kam parë kurrë si proces përfitimi. Vërtet televizioni ka rroga shumë të mira, vërtet televizioni të bën të jetosh mirë në Shqipëri, nëse punon televizion, por nuk është se kemi kapur, nuk e di, pasuri të frikshme, siç kapin ca që merren me politikë dhe çuditërisht kanë rroga më të vogla se tona dhe kanë shumë më tepër para se sa ne. Por që e kam parë gjithmonë si një formë për të qenë i gjallë. Në këtë vend më e rëndësishme është të jesh i gjallë, psikologjikisht, fizikisht, emocionalisht, nga ana reagimit, e kupton, të mban më domethënë të jetosh me këto njerëz. Po duke jetuar me këto njerëz nuk mund të jesh indiferent, nuk mund të kalosh ti me makinën tënde 130.000 euro dhe të jesh indiferent totalisht ndaj çdo gjëje që ndodh rreth teje. Nuk mund të jetosh në kapsulë. Dhe në Shqipëri fatkeqësisht ka shumë njerëz që jetojnë në kapsulë. Qartë. Shumë e vërtet. Gent, duke qenë se je kaq afër, po themi jetës vështirë, aq më tepër me stopin i cili të ka afruar shumë më tepër. Duke parë vuajtjet, urrëtitjen, gjitha në radhë. Mendon ndonjëherë që të heqësh dorë, thjesht ikësh nga ky vend dhe të sigurosh një jetë më të mirë për fëmijët? Çdo ditë kam një moment kur para pasqyrës them pse jam këtu. Mirë, po çdo ditë më ndodh edhe mrekullia tjetër që pastaj dal dhe përballem jo brenda një fluske, përballem me njerëz të cilët automatikisht momentin që ai më shtrëngon dorën dhe kërkon ndihmë nga unë, automatikisht ai bëhet një njeri i rëndësishëm për mua, sepse nuk është, edhe ai nuk e ka kollaj të vijë dhe të kërkojë ndihmë. Pra edhe ai ka përcjell një hap, edhe ai del jashtë fluskës tij, i cili kjo fluskë ka bërë atë të duroj për vite të tëra në heshtje, dhunimin, dëmtimin, pengimin, e kupton? Dhe fakti që ai del nga fluska e tij dhe vjen kërkon ndihmë në departamentin e emisionit Stop, automatikisht për mua ai bëhet një person i rëndësishëm. Qoftë më i vogli, ai që ka problem me certifikat, qoftë tek ai që ka një problem madhor, nuk e di, në instancat më të larta të shtetit. Shumë qartë. Okej, tani do të shtensionojmë pak situatën. Gent, duke qenë se gjithë Shqipëria të njeh, pa diskutim, të ka ndodhur ndonjëherë që të shmangësh në një gjobitje të çdo lloji natyre? Po sigurisht. Prej fytyrës? Po kush është ai që nuk e shmang këtë nga personat publik. Por ma besoni jo për kështu mungesë modestie, momenti më i sikletshëm im është kur shkoj nëpër rradha dhe personi i cili është përballë dhe që po kryen punimet thotë ti Genti, hajde se ti je figurë. Ai është momenti më i sikletshëm. Pra sepse janë 40 vet tjerë që më shohin dhe në atë moment ata njerëz po mendojnë ta urrejm apo ta duam ti. Dhe mua kjo më shqetëson shumë. Kështu që vazhdimisht përpiqem të jem si një qytetar i thjeshtë. Edhe në rrugë, edhe me kështu. Sigurisht policia na respekton. Timin që ndalon, na japin muhabet të gjitha, nuk është se tregohen shumë të ashpër. Por kam pasur raste që jam gjobitur dhe i kam thënë vazhdo, procedo. Domethënë nuk është mirë të abuzuar, po themi. Jo, po nuk është mirë të abuzosh sepse nesër mund të ndodhi diçka që ti nuk je më i famshëm. Kështu që pse ta akumulosh nga këto? Më mirë të rush ti jesh neutral, timin ti jesh. Okej. Miqtë TV do të kthehemi pas pak me Gentin. Miqtë TV në Men's Life jemi këtu me Gent Zenele, vazhdojmë të jemi këtu me Gentin. Gent, je bërë ndonjëherë pishman për ndonjë zgjedhje që ke bërë në profesion?
pishman është fjalë shumë e madhe. Unë kam përshtypjen që çdo gjë ndodh për një arsye. Vetëm mënyra se si unë erdha në këtë profesion, në mënyrë shumë çuditshme, ishte viti 97 kur njerëzit vriteshin në rrugë dhe papritur pata një iluminim nga sipër e tha bëu aktor. Pata një kështu, duhet të bëhem aktor. Pra ka ndodhur për një arsye. Destini, pra karma, në mund ta quaj kështu, ka pas një arsye pse më ka sjellë këtu. Pishman. Njeriu bëhet pishman për shumë gjëra. Njeriu bëhet pishman ndoshta edhe për faktin pse po e bëj këtë zanat këtu. Ose pse po vazhdoj të ndërtoj familje këtu. Ose pse po bëj televizion kur ndoshta duhet bëj më shumë teatr. Po gjithsesi kam përshtypjen që kur fillon dhe konsolidon karrierën tënde, rrjella fillon edhe e gjen vetë shtratin e lumit. Kështu që sigurisht po të kthehesha mbrapa në kohë shumë gjëra nuk do i bëja siç i kam bërë. Por ashtu ndodhi dhe nuk kam ndërmend të vras mendjen me po sikur ta kisha bërë kështu. Në qoftë se ne përpiqemi të mësojmë nga gabimet, ecim përpara. Po ndonjëtë me idenë, atëherë kur isha unë djalë i ri ta kisha bërë këtë. Shko e kaluar. Përse përket rrjeteve sociale dhe teknologjisë, si është lidhja jote me to? Me rrjetet sociale jam shumë low profile. Pra nuk është se jam ai tipi që postoj non-stop. Bile unë jam kurioz ta di si kanë kohë. Dhe më thonë, është e tmerrshme gjend që e shoh celularin që kam 5 thirrje, 4 mesazhe, e hap dhe gjëja e parë gishti shkon tek Facebooku. Domthonë ka raste kur mendoj që kjo është e tepërt. Dhe është bërë kaq shumë pjesë e jetës tonë dhe dëgjoj biseda personalitetesh tavolin që thonë, "Ej, mora 400 like, o zot, mora 200." Pse kjo it's too much. Unë përgjithësi postoj gjëra atëherë kur ndjehemi mbushur për të postuar diçka. Në përgjithësi postoj gjëra për familje. Fëmijët, ndonjë aventurë me djalin, ndonjë foto e bukur, pra nuk jam mund të bëj një status politik, të thellë politik, se nga një herë edhe mbushem më shumë se sa ke stopje dhe kam nevojë të është ajo valvula e shfryrjes që del. Por që i respektoj dhe komentet e kundërta, nuk i fshi kurrë komentet negative, pra kam një farë sinqeriteti ndaj atyre që më shkruajnë. Por që është pak llastim sepse Facebooku po t'ishte burr do ta kishte bërë dhe dislike, po nuk e ka bërë. Për momentin le të gëzohemi me like. Me like e vërtet. Gjend kalojmë edhe një herë tek stopi. Ke pasur ndonjë moment i cili e bër pishman për një koment, i cili është bërë në lidhje me një situatë caktuar? Sigurisht. Unë jam natyrë impulsive dhe i them gjërat. Nga një emision e them me shaka nga që jam pa filter. Jam bërë pishman sepse ndoshta e thënë nga goja ime me humor godet pak më fort se sa e thënë humori është pak më sarkazm, ironia është më therse, kupton? Por që jam munduar t'ja them në 99% rasteve njerëzve që i kanë merituar. Dhe nëse do kisha në një moment për t'i kërkuar falje dikujt, nëse mendoj që e kam thyer apo shumë, absolutisht i kërkoj falje. E kam këtë dashamirësi. Gjend vjet re një tendencë, ndoshta nuk është tendencë, është thjesht zgjedhje që të ruash me fanatizëm atë të bukur nguackën e familjes. Një koment në lidhje me familjen, në lidhje me ndihmën, në lidhje me shtysën që t'jep. Është gjëja më e bukur që kam. Unë para pak kohësh jam bërë me fëmijën e dytë, që o zoti i madh është një mrekulli. Është një mrekulli, vajza Arja është bekimi i jetës time, sigurisht Danieli zë 99% të ditës time. Unë jam i çmendur pas Danielit, por që nga që Danieli u bë 8 vjeç, kishim harruar këtë ndjesinë të pasur një fëmijë të vogël në shtëpi dhe unë bashkë me bashortën po e përjetojmë shumë bukur këtë moment të jetës tonë. Është një fëmijë mrekullueshëm, por që është guri i themelit Gendi. Pra miq të mi të cilët e kanë parë Gendin para se të bëjë me fëmijë dhe Gendin pasi bëhet me fëmijë, ka ndodhur një transformim i jashtëzakonshëm. Pra realisht unë mendoj që familja mua më plotësoi si natyrë. Dhe jam shumë i sigurt të gjithë ata që nesër do ndërtojnë të kenë një familje do e kuptojnë transformimin që ndodh. Motivohesh më shumë, ke arsye pse të luftosh më shumë. Pra kam arsye të zgjohem mëngjes dhe të luftoj për fëmijët e mi që të kenë ajër më të pastër në këtë vend, që të kenë një administratë më pak korruptuar. Ngjan pak kështu si fjalë e madhe, por që kjo është lufta ime. Kjo është llogoria ime. Unë do përpiqem ta mbaj në maksimum. Gjithë secili të gjejë llogorën e vet. Kur të vi puna, ti bashkojmë llogorët, të bëjmë një front. Po merremi pak me politikë, po. Nuk shpëton dot. Gjendë unë të falenderoj shumë që ishte këtu me ne dhe për sinqeritetin e intervistës. Kaq ishte? Kaq. Unë kisha kaq shumë gjëra për të thënë. Faleminderit shumë për ftesën. Vash këtë intervistë me shumë kënaqësi, një televizion shumë simpatik. Ju ndjek në mëngjes sepse çuni ka arrit në fazën tash që sheh këngët dhe ju ndjek. Faleminderit. Faleminderit juve.